Në çdo komb ka momente që përcaktojnë fatin e tij. Por në historinë shqiptare ato momente janë të gdhendura në gur, në kujtesë e në gjak. Në male, në fusha dhe qytete të rrethuara, ky popull është përballur me ushtri shumë më të mëdha, me perandori të fuqishme, me plane të mëdha për ta zhdukur, dhe megjithatë nuk është gjunjëzuar. Ky është rrëfimi i 5 betejave që nuk janë thjesht faqe historie, por dëshmi e shpirtit të pathyeshëm shqiptar. Nëse dhe ti je krenar për këto faqe të lavdishme të historisë son, shty butonin e pëlqimit, abonohu në Histori Epike dhe ndiz këmbanën që të mos humbasësh asnjën nga rrëfimet tona, sepse historia nuk është për tu harruar. Vera e vitit 1444. Një fushë e gjerë pranë Dibrës e quajtur Torviol, po priste një përballje që do të mbetej në kujtesë për shekuj. Nga njëra anë ishte një ushtri osmane prej rreth 25.000 ushtarësh të pajisur me armatim të rëndë, të dërguar për të shtypur një kryengritje të vogël. Nga ana tjetër, rreth 15.000 luftëtarë shqiptar të mbledhur nga të gjitha trevat të udhëhequr nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Një prijes që njihte më mirë se kushdo strategjinë osmane, sepse dikur kishte qenë pjesë e saj. Shqiptarët ishin më pak në numër, më të varfër në armatim, por më të pasur në diçka që nuk blihet, vendosmëri. Skënderbeu e kishte zgjedhur fushën me kujdes. Ai vendosi një pjesë të ushtrisë ball për ball për ta tërhequr armikun, ndërsa forcat më të mira i fshehu në pyje dhe kodra përreth. Kur osmanët hyn në fushë të bindur se do të fitonin lehtë, ai dha urdhrin. Nga 3 anët, si një rufe që përplas një lis, shqiptarët i goditën me shpejtësi. Paniku përfshiu ushtrinë osmane. Brenda pak orësh, një ushtri më e madhe u thyen nga një popull që luftonte për tokën dhe nderin e tij. Torvioli nuk ishte vetëm një fitore ushtarake, ishte shenja që perandoria nuk do të kishte përballë një fis të dobët, por një komb të bashkuar që po zgjohej. Po thuaj 4 shekuj më vonë, në një tjetër cep të tokave shqiptare, një tjetër betej po formohej. Ishte pranvera e vitit 1910 dhe Gryka e Kaçanikut, një kalim strategjik që lidh Kosovën me Shkupin, po bëj skena e një përballjeje të pabarabartë. Nga njëra anë, mira ushtar të ushtrisë osmane të armatosur me topa dhe artilleri të rëndë, e nga ana tjetër, një grusht luftëtarësh shqiptar të udhëhequr nga prijes vendas si Idriz Seferi. Burra të maleve, me pushk të vjetra por me zemër të hekurt. Osmanët kishin numra, kishin armë, kishin disiplinë ushtarake. Shqiptarët kishin terrenin, trimërin dhe njohjen e çdo shtegu të asaj gryke. Sulmet osmane ishin të pandërprera, por Gryka ishte si një kështjell natyrore. Shqiptarët godisnin, zhdukeshin në shkure e riktheheshin sërish. Çdo metër terren kushtonte gjak. Për javë të tëra, ushtria e një perandorie nuk arriti të thyente një rezistencë të vogël në numra, por të madhe në shpirt. Beteja e Kaçanikut i tregoi botës se shqiptarët nuk ishin më të gatshëm të pranonin nënshtrimin. Ishte ajo shkëndi që ndihmoi në ndezjen e flakës, që 2 vite më vonë do të çonte në pavarësinë e Shqipërisë. Por para Kaçanikut kishte qenë Nokshqiqi. Dhjetori i vitit 1879, pas vendimeve të padrejta të fuqive të mëdha, territori Plavës dhe Gucis ju dha mali të zi. Ishte një akt që donte të fshinte kufit shqiptar nga harta pa pyetur askënd, por malsorët e Nokshqiqit nuk pranuan.
Ata u ngritën nën përjesin e Alipash Gucis, një burr i njohur për trimërinë e tij dhe për mënyrën si kishte bashkuar luftëtarët e Plavës, Gucis e Nokshicit. Përballë tij qëndronte ushtria malazeze, e komanduar nga vetprijes ushtarak të mbretërisë, me artilleri të rëndë, rreth 6.000 ushtarë të pajisur me armë moderne. Shqiptarët ishin rreth 3.000 veta, shumica malsor, me pushk të vjetra, por me përvojë lufte dhe me terrenin në krah. Raporti i forcave ishte pothuajse 2-1 në favor të Malit të Zi. Por Nokshiqi nuk ishte një fushë hapur, ishte një gryk malore ku çdo gur, çdo rrugic e çdo shteg njihej në pëllëmb nga shqiptarët. Alipasha i Gucis i vendosi luftëtarët në pika strategjike, duke përgatitur një mbrojtje që malazezët nuk e kishin parashikuar. Sulmet e para të tyre u ndeshën me zjarr të përqendruar. Çdo avancim i tyre shoqërohej me humbje të mëdha. Ditët kalonin dhe forca e tyre e madhe po tretej përballë një rezistence që se kishin imagjinuar. Pas disa përpjekjesh të dështuara për të deportuar në fshat, ushtria malazeze u detyrua të tërhiqej. Fitoria në Nokshich ishte një nga momentet më të lavdishme të malsorëve shqiptar të asaj kohe. Jo vetëm që ndaloi një plan ndërkombëtar për dorëzimin e trojeve shqiptare, por tregoi edhe një herë se numri nuk fiton gjithmonë mbi shpirtin. Fal strategjisë së Alipash Gucis dhe vendosmërisë së luftëtarëve të tij, një ushtri shtetërore u thyen nga një popull që luftonte për shtëpitë e veta. Nëntori i vitit 1912. Ndërsa Shqipëria po shpallte pavarësinë, në veri të vendit zhvillohej një betejë e përgjakshme, që do të mbetej në kujtesën kombëtare për guxim të jashtëzakonshëm të një krahine të vogël përballë një ushtrie shumë fish më të madhe. Në atë kohë, ushtria e mbretërisë së Serbisë kishte nisur pushtimin e Kosovës dhe po tentonte të zbriste më në jug për të marrë kontrollin e rrugëve strategjike drejt Durrësit dhe Adriatikut. Mbi 20.000 trupa serbe, të armatosura me artilleri të rëndë dhe mbështetje logjistike, marshonin drejt krahinës së Lumës. Por ajo që i priste atje nuk ishte një rrugë e hapur, ishte një malësi shqiptare e bashkuar, e vendosur për të mos u dorëzuar. Rreth 4.000 luftëtarë shqiptar të mbledhur nga Luma, Mirdita, Hasi, Kuksi e krahinat përreth u bashkuan për t'i dalë përballë ushtrisë pushtuese. Ata udhëhiqeshin nga prijes të njohur të kohës si Halil Alia, Mehmet Agadashi dhe komandantë të tjerë lokal. Serbët ishin të bindur se një numër kaq i vogël shqiptarësh do të thyhej shpejt, por ata harruan një gjë: në malet e Lumës çdo shteg është një fortesë. Shqiptarët nuk e pritën ushtrinë serbe në fushë të hapur, por në gryka, në kodra, në pyje e male. Kur forcat serbe filluan të futeshin në thellësi të Lumës, luftëtarët shqiptar u sulën si një stuhi. Goditjet ishin të shpejta, precize dhe të organizuara me një strategji që për një ushtri shumë më të vogël ishte mbreslënëse. Luftimet vazhduan për disa ditë me intensitet të lartë. Njëra pas tjetrës, kolonat serbe filluan të thyenin rendin. Topat dhe artilleria e tyre nuk kishin efekt në terrenin e ngushtë malor. Në një moment kritik të betejës, shqiptarët rrethuan një pjesë të madhe të trupave serbe në grykën e Lumës. Aty ndodhi një masakër ushtarake për ushtrinë serbe, qindra të vrarë, shumë të plagosur dhe shumë të tjerë që u dorëzuan. Komandantët serb kuptuan se kishin hyrë në një territor ku numrat nuk vlejnë. Për herë të parë që nga fillimi i ofenzivës, ushtria serbe u detyrua të tërhiqej në mënyrë të rrëmujshme. Fitoria shqiptare ishte e plotë. Nga mbi 20.000 ushtarë serb, një pjesë e madhe mbetën të vrarë ose të plagosur, ndërsa shqiptarët arritën të mbrojnë tërësisht territorin e tyre me shumë pak forca.
Kjo betejë kishte edhe një ndikim të madh strategjik. Ajo i ndërpreu Serbisë planet për të dalë në Adriatik, duke ruajtur përkohësisht një nga rrugët më të rëndësishme gjeostrategjike të vendit. Viti 1457. Një nga vitet më vendimtare të historisë shqiptare. Pas më shumë se një dekade luftimesh të pandërprera, Gjergj Kastrioti Skënderbeu përballej me një sfidë të jashtëzakonshme. Perandoria osmane kishte dërguar një nga ushtrit më të mëdha që kishte hyrë ndonjëherë në tokat shqiptare, rreth 70.000 ushtar të zgjedhur, me komandant me përvojë dhe furnizime të bollshme. Përballë kësaj ushtrie të frikshme, Skënderbeu kishte rreth 10.000 luftëtar, shqiptar të thjeshtë, të mbledhur nga të gjitha trevat, të armatosur me pak, por të bashkuar në një prijes që kishte fituar çdo betejë të mëparshme. Në vend që të përballej me osmanët ball për ball, Skënderbeu përdori inteligjencën e tij ushtarake. Ai i la të marshonin gjatë, në vapën e verës, në terrene të vështira, të lodheshin, të paksoheshin furnizimet dhe të thyhej morali. Ai mbajti në iluzionin e një fitoreje të lehtë dhe pastaj në mëngjesin e 2 shtatorit në fushën e Albulenës ra mbi ta si një rufe. Ushtria shqiptare i rrethoi në mënyrë të përkryer, një sulm i befasishëm që osmanët nuk e panë të vinte. Me shpejtësi rufeje, me koordinim të saktë, Skënderbeu i goditi në zemër të kampit. Trupat osmane ranë në panik, as komandantët e tyre më të servitur nuk arritën të rivendosnin rendin. Luftëtarët shqiptar, edhe pse në disavantazh të frikshëm numerik, luftonin me një motiv që osmanët nuk e kishin, luftonin për tokën e tyre. Beteja zgjati disa orë. Kur përfundoi, ajo që kishte qenë një ushtri prej 10.000 vetash, ishte kthyer në një masë të coptuar. Vetë komandanti osman u kap rob dhe mijëra ushtar u vran ose u shpërndan. Ishte një fitore e plot, e qartë dhe historike. Pas Albulenës, emri i Skënderbeut dhe shqiptarëve u përhap në çdo kryeqytet të Evropës. Ai nuk ishte më vetëm një prijes lokal. Ishte muri i krishtërimit, ishte muri i Evropës, dragoji i arbërisë. Dhe kjo betejë mbetet edhe sot një nga fitoret më të mëdha të shqiptarëve në të gjithë historinë. Nga Torvioli në Albulen, nga Kaçaniku në Nokšić e deri tek Gryka e Lumës, historia jonë është historia e një populli që edhe kur nuk ka qenë, edhe kur nuk ka pasur numra, ka pasur guxim. Edhe kur ka qenë në disavantazh, ka ditur të përdor terrenin, mençurinë dhe shpirtin për të fituar. Këto betejë nuk janë thjesht një e kaluar, janë kujtesa e asaj që jemi në gjak. Cila nga këto betejë ju ka frymzuar më shumë, apo ka ndonjë tjetër që ju do ta shihnit në këtë listë? Shkruani mendimin tuaj në komente. Dhe nëse jeni me ne në këtë mision për ta mbajtur historinë gjallë, shtypni butonin e pëlqimit, abonohuni në Histori Epike dhe ndani këto rrëfime me miqt tuaj. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.